Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e një teme shumë të rëndësishme, ku kemi eklipsin e plotë hënor më datën 3 mars 2026. Kemi hënën në Virgjëresh dhe diellin në Peshk. Ky eklips na jep në njëra anë mundësinë që neve të veprojmë, por çfarë është dhe çfarë rëndësie ka ndikimi i këtij eklipsi hënor në shenjën e Virgjëreshës? Shtohet pyetja. Le të hedhim një sy para se të shikojmë me shenjat çfarë ndodh në këtë temë. Tema të tilla do kemi çdo javë, që të kuptoni, dhe shumë gjëra do të mësojmë këtu. Kemi të bëjmë në datën 3 mars të 2026, ndodh një nga momentet më të rëndësishme astrologjike të vitit. Një eklips i plot hënor në boshtin Virgjëresh Peshk. Hëna ndodhet në shenjën e Virgjëreshës, e cila lidhet me analizën, organizimin, mendimin praktik dhe nevojën për përmirësim. Përballë saj qëndron dielli në shenjën e Peshqve, që përfaqëson emocionin, besimin dhe shpirtin, ndikimin e së panjohurës dhe thyrjen e kufive. Ky bosht krijon një tension të brendshëm, por në të njëjtën kohë edhe një mundësi shumë të thellë në ekuilibër. Nga njëra anë kemi logjikën, kontrollin dhe nevojën për rregull. Nga ana tjetër kemi intuitën, besimin dhe pranimin. Kjo përplasje energjisht na shtyn të pyesim veten, a duhet të kontrollojmë çdo gjë, a duhet të mësojmë dhe të besojmë? Duhet të analizojmë gjithçka me detaje, apo do të dëgjojmë zërin ton atë të brendshëm që neve duam dhe çfarë neve kërkojmë? Një eklips i plot hënor nuk është thjesht një hënë e plot e zakonshme. Ai është një fenomen kozmik që vepron si përshpejtues i ngjarjeve, nxjerr në dritë gjëra që kanë qenë duke u zhvilluar në heshtje, zbulon të vërteta që mund të kemi shmangur, mbyll cikle që në thellësi tash kanë përfunduar dhe nëse nuk kemi pasur guximin t'i pranojmë. Ky është momenti kur e vërteta nuk mund të injorohet më. Eklipset konsiderohen si pika kthejes në jetë, ashtu siç unë them gjithmonë, kur kemi eklips marrim një tort. Kur kemi eklips pastron gjithçka, por në ana tjetër zbulon gjithçka. Pra do që unë them dhe kam thënë të madhe për muajin mars. Ja do i shikojmë se çfarë ndodh, e keni parë dhe vetë se çfarë po ndodh. Ndikimet që kanë bëjnë në lidhje me punën apo diçka shumë të rëndësishme. Ndikimi i tyre nuk zgjat vetëm një ditë, ai shtrihet për rreth 6 muajt pas ngjarjes. Pra, eklipset kanë ndikim 6 muaj në kohën që ndodh. Ndodh në datën 3. Mbas 6 muajve të datës 3, kur mbushen 6 muaj, të muajit që do jemi, deri atëherë kërkohet vëmendje dhe kujdes. Çfarëdo që do zbulojmë tani, çfarëdo që përfundon apo fillon në këtë periudhë, ka rëndësi afatgjatë dhe lë gjurmë të thella në rrugën tonë. Virgjëresha na përgatit të bëhemi realist. Na kërkon të shohim qartë se çfarë funksionon dhe çfarë jo. Na shtyn të vendosim rregull në gjërat tona, në atë çka duam të bëjmë, në përditësimin tonë, në përgjithësi dhe në zakonet e përditshme. Është energjia e përmirësimit të disiplinës dhe e organizimit. Nga ana tjetër, peshqit, që është dielli, na kujtojnë se nuk mund të kontrollojmë të gjitha. Ka gjëra që nuk shpjegohen me logjikë. Ka ndjenja intuite dhe dimensione shpirtërore që kërkojnë besim dhe dorëzim. Kjo energji na mëson pranimin dhe dëmshurinë. Prandaj ky eklips na vendos përballë një pyetje shumë të rëndësishme. Ku duhet të bëjmë korrigjime konkrete në jetën tonë? Dhe ku duhet thjesht të pranojmë dhe të lëshojmë kontrollin? Kjo është një periudhë pastrimi, ndërgjegjësimi dhe riorganizimi të thellë. Është një moment ku universi na fton të rritemi, të përmirësohemi dhe të ecim përpara me më shumë qartësi. Dhe tani, le të shohim se si kjo energji e fuqishme ndikohet tek çdo shenjë të horoskopit ton dhe të çdo 10 ditë të saj në mënyrë të veçantë. Por para se të fillojmë me 12 shenjat zodiakale, unë ju rikujtoj që për gjithë juve teleshikues të nderuar, në lidhje me eklipsin në shenjën tuaj, sa ndikoheni
dhe në lidhje me paketat që Astrologu Pikal ofron, dhe doni që të shikoni çfarë duhet të bëni dhe ku duhet të stabilizoheni dhe të kuptoni arsyen mbi çështjet familjare, mbi gjërat e rëndësishme që keni dhe shumë gjëra të tjera. Çdo lloj pakete keni aty. Duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, shkoni tek sekretaria, është pikërisht ajo drejtare e vogël aty. Aty mund të vendosni emailin tuaj, si dhe numrin për katës, dhe jemi gati të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype'it. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt për juve, me juve, dhe çdo të mërkur, në orën 20:00, jemi live me pyetje-përgjigje. Dhe juve, duke dërguar pyetjen tuaj dhe merrni përgjigjen direkt. Por si ta merrni përgjigjen? Atëre kemi këtë butonin këtu. Siç e shikoni, dhe më pas ndiqni hapat dhe jeni gati për të dërguar mesazhin. Por ju që doni më tepër informacion përveç një pyetjeje, kemi në drejtaret private membership. Ja pra ku e kemi, membership. Aty e klikoni, ju hapet e drejtare aty bëni një abonim të thjesht dhe në pyetje përgjigje pastaj flasim në privat dhe merrni përgjigjen direkt mbas emisionit. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e zjuarësisë, maturisë, kohës dhe vazhdimësisë, që do thot shenja e dashit. Dhjetëiqi i parë i shenjës së dashit duket se për juve të dhjetëiqit parë të kësaj shenje, ky eklips prek fort fushën e përditshmërisë, punës, kujdesit dhe për vazhdimsinë. Është një periudhë ku do ta kuptoni shumë qartë cila pjesë e jetës suaj funksionon mirë dhe cila po ju lodh shumë. Nëse keni marrë shumë përgjegjësi mbi vete, nëse keni lënë pas dore çështje të rëndësishme, siç është familja, shëndeti, apo punoni në ambiente që nuk ju përfaqësojnë më, tani do të arrini një pikë kulmore që nuk mund ta injoroni më realitetin. Nuk do të thotë domosdoshmërisht se do të keni një ndarje apo ndryshim i menjëhershëm, por do ndjeni të qartësoni në brendësinë tuaj dhe shumë të fortë. Do të kuptoni se energjia juaj nuk është e pafundme. Ky eklips ju kërkon të përpiqeni në mënyrë se si të menaxhoni kohën dhe forcën tuaj. Të mos veproni vetëm me impulsivitet, por të krijoni një sistem më të organizuar, më strategjik dhe më të qëndrueshëm në jetën tuaj. Është momenti për të rregulluar rutinën, për të vendosur kufit në punë dhe për të filluar të kujdeseni seriozisht për punën tuaj, karrierën tuaj, dashurinë tuaj. Dhjetëdiqi i dytë i shenjës së dashit, duket se dhjetëdiqi i dytë, ndikimi i këtij eklipsi është më i brendshëm dhe emocional. Mund të dalin mbi sipërfaqe gjëra që nuk kanë qenë prej kohësh, disa shqetësime të vogla që deri tani i kishin shtyrë më njanë. Mund të ndjeni lodhje dhe diçka që në anën shpirtërore, diçka juve nuk doni ta thoni, ta bisedoni me persona të tretë, por duhet të kuptoni arsyen dhe të trokisni. Kjo është një periudhë ku do kuptoni se ndoshta keni luftuar shumë, keni qenë gjithmonë në veprim, pa i dhënë vetes kohë për pushim. Hëna në Virgjëresh nxjerr në dritë detaje që më parë nuk i shihnit, mënyrën se si gjërat i bënit, se si ju ndihmonin të tjerët, se ju gjithmonë jeni një hapara se çfarë bëni, apo për të firmosur një dokument, dhe tani ndodheni përballë një vështirësie, sepse ka të bëjnë ndikimi i madh që ndodh tani mbi zburimin e gjërave të mëdha. Mesazhi i këtij eklipsi për juve të dhjetëdiqit dytë është i qartë. Forca e vërtet nuk është të luftosh pa pushim, por të dish kur të ndalesh dhe të kujdesesh për veten tënde. Është koha për pastrim emocional, për të lënë pas zakonet që ju shterojnë dhe për të krijuar më shumë qetësi brenda vetes suaj, dhe jo të bëni për të tjerët dhe të lini veten tuaj në fund. Duhet keni shumë kujdes, sepse dhjetëdiqi i dytë në këtë eklips duhet të pranoj disa gjëra që nuk janë të vërteta, por duhet dhe të trokisni që të gjeni një zgjidhje. Dashuria është në plan të parë
për juve të kësaj shenje, të shenjës së dashit, sepse keni disa për të palidhurit kanë mundësinë dhe kohën e duhur për zgjidhur problemin, kanë kohën e duhur për të arritur qëllimin dhe shumë gjëra të tjera që do të kenë. Dhjediçi i tretë i shenjës së dashit duket se ngjarjet që mund të keni nga më konkretet dhe më të dukshme në realitet mund të mbyllni një marrëveshje pune, të ndryshojnë një bashkëpunim ose të përfundojnë një projekt i rëndësishëm. Këtë e ka dhjediçi i tretë. Ky eklips funksionon si një test stabiliteti. Çdo gjë që ka baza të forta dhe të vazhdoj dhe do të forcohet. Çdo gjë është ndërtuar në mënyrë të dobët ose të pa organizuar mirë. Do të filloni që të shikoni arsyen dhe ndryshimin. Ju jeni në një periudhë vendimesh që ndikojnë drejt pas drejtë në drejtimin e karrierës suaj. Do të kuptoni qartë se cilat struktura funksionojnë dhe cilat duhet të riformohen. Është një moment serioz, por është shumë rëndësishëm për të ndërtuar një të ardhme më të qëndrueshme. Gjithashtu ka një ndikim shumë të madh në lidhje me atë që ju e keni, me takimin dhe vendimin që mund të merrni dhe kohën e duhur në çështje të mëdha që do të keni në anën tuaj, në prezencën e gjërave të mëdha e të ndryshimeve që do të keni. Gjithmonë, nëse flasim për sa i përket botkuptimit tuaj, lidhjet afatgjat në këtë eklips, që nuk duhet asnjëherë të debatoni, sepse në këto 6 muaj është problem shumë i madh nëse nuk i vëm vetes diçka, ose më mirë të themi që kjo bëhet, kjo s'bëhet, ose të jemi një zgjidhje me të dashurin apo të dashurën tonë. Kemi të bëjmë me virgjëresht të dhjediçit parë, ku ndodh dhe fenomeni për ndryshimin e madh dhe kohën e duhur. Me britsjap dhe me gaforre. Kujdes, sepse është një periudhë shumë delikate në lidhje me ato çka doni të bëni, me lidhje me ato çka juve keni dhe jeni. Prandaj kërkohet ndryshim dhe kërkohet vendim në ato që doni të bëni. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft të rëndësishme, tek një shenjë që vërtet nxjerr shumë konkluzione, por nga ana tjetër duhet eklipset na diktojnë. Eklipset na japin mundësinë neve të shfrytëzojmë për të mirë. Që këta janë të shenjës së Demit. Dhjediçi i parë i shenjës së Demit duket se ky eklips prek fort fushën e dashurisë, krijimtarisë dhe gëzimit personal. Mund të përjetoni një kulm emocional, një marrëdhënie ose një realizim shumë të thellë për ata që ju bën vërtet të lumtur. Nëse keni investuar ndjenja, kohë, energji në diçka që nuk kthehet në të njëjtën gjë, tani do të kuptoni qartë. Iluzionet bien dhe mbeten vetëm të vërtetat. Nga ana tjetër, nëse një lidhje ka baza të forta, kjo periudhë mund të çojë atë në një fazë më të pjekur dhe më serioze. Virgjëreshat kërkojnë qartësi, realizëm, nuk ka vend për pritshmëri të tepruara, apo ëndra që nuk mbështeten në realitet. Që do shihni me sy të kthjellët çfarë ju mbush shpirtërisht dhe çfarë thjesht ju konsumoni energji. Kjo është një periudhë ku zemra dhe logjika duhet të bashkëpunojnë. Mundësi që juve keni është ana më pozitive e që ndonjëherë në pozicionimin e planeteve dhe në ndryshimin tuaj. Dhjediçi i dytë. Për juve fokusi kryesor bie tek marrëdhëniet shoqërore, tek rrethi i miqësive. Disa lidhje mund të mbyllen natyrshëm, pa konflikte apo dramatike që mund të themi grindje apo debate, thjesht sepse nuk përputhen me fazën e re të jetës suaj. Ky është në anën tjetër, kjo është një periudhë pastrimi social. Do të kuptoni se jo të gjithë njerëzit janë të destinuar të ecin me ju përgjithmonë. Disa kanë përmbushur rolin e tyre. Tani po mësoni të zgjidhni me kujdes ato që ju mbështesin, ju respektojnë dhe ju ndihmojnë të rriteni. Është një proces i qetë, por shumë i rëndësishëm. Cilësia e marrëdhënieve tuaja do të bëhet më rëndësishme se sasia. Dhe kjo do thotë mundësi, kjo do thotë rëndësi, bini pas, mos e lini pas dore, sepse kjo periudhë do t'ju ndihmojnë jashtëmase për zgjidhur çështjet problematike. Gjithmonë e keni një mundësi plus, gjithmonë e keni çështjen tuaj, sepse vendimi që merrni, kohën që ju e keni, është momenti dhe periudha juaj. Dhjediçi i tretë
Pryve të dhjetëdijshit të re të shenjës së demit, eklipsi sjell ndryshime konkrete në përditshmërinë profesionale. Mund të ndryshojë orari i punës, përgjegjësitë tuaja, mënyrën se si organizoni detyrat ose strukturat e vendit të punës. Kjo është një kohë riorganizimi praktik. Mund të ndiheni sikur po bëni rregullime të vogla, por këto ndryshime do të kenë efekt afatgjat. Nëse punoni me disiplinë dhe metodë, rezultatet do të jenë të qëndrueshme dhe të forta. Ky eklips nuk kërkon emocione të forta nga ju, por përqendrim dhe organizim. Çdo përmirësim që bëni tani në mënyrën se si menaxhoni kohën dhe detyrimet do të ndikojë pozitivisht në të ardhmen tuaj profesionale. Për sa i përket dashurisë të 30 diqe të shenjës së demit, ka të bëjnë me akrep të 10 diqit parë, luan të 10 diqit tretë, shigjetar të 10 diqit të dytë dhe ujor të 10 diqit të parë. Një debat që është bërë para disa kohëve me peshore, duket se e zgjidhni pikërisht tani dhe është koha juaj, është momenti për t'ja rritur qëllimin tuaj në anën më të mirë të mundshme dhe periudhës që ndodhin fenomenet. Gjithashtu, ka diçka shumë të madhe sepse zgjidhet një problem mjaft i madh, zgjidhet një problem që juve keni pasur me çështjet pasditura me mënyrën dhe kohën e durë që kanë ndodhur gjërat, një moment i artë sepse keni mundësinë, keni periudhën, keni ndryshimin dhe vendimin e madh që do të keni në biznese dhe jo vetëm. Ka diçka shumë të madhe në lidhje me komunikimin, në lidhje me vendimin dhe mundësinë e artë që vijnë tek drejt jush. Kështu që të gjitha këto mund të rishikoni jetën tuaj në përditshmëri. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft serioze, një shenjë që vërtet ka mundësinë, kohën, veprimin, vendimin e rëndësishëm në kohën e duhur dhe në momentet më perfekte të qena ndonjëherë, që këta janë të shenjës së binjakëve. Dhjetëdiqi i parë i shenjës së binjakëve duket se ky eklips prek fuqishëm fushën e familjes dhe të shtëpisë. Mund të lindin një bisedë që keni pritur prej kohësh, një vendim për të ndryshuar vendbanimin ose një nevojë të brendshme për të rishikuar se çfarë do të thotë siguri për ju. Virgjëresha kërkon që të vendosni rregulla praktik në ambientin familjar. Është momenti për të qartësuar hierarkinë, detyrat dhe përgjegjësitë, por dhe për të krijuar hapësira ku secila mund të ndihet mbrojtur dhe e qetë. Kjo periudhë ju ndihmon të kuptoni se siguria nuk është vetëm fizike, por dhe emocionale. Disa ndryshime në fushën e punës të dhjetëdiqit të parë, do keni kujdes sepse diçka nuk shkon. Diçka është problem, prandaj rishikoni gjërat me imtësi. Dhjetëdiqi i dytë i këtyre shenjave, të shenjës së binjakëve, fokusisht vendoset te karriera dhe roli profesional. Kjo është një periudhë kulmore ku mund të vlerësoheni, të njiheni për kontributin tuaj ose të përballeni me presion për rezultate. Çfarëdo që keni ndërtuar deri tani do të testohet. Nëse bazat janë të forta, do të përfitoni shpërblime dhe njohje. Nëse ka diçka të pa organizuar, kjo periudhë e detyron të përmirësohet. Është momenti i reflektimi mbi atë që ka vlerë në punën tuaj dhe mbi rrugën ku doni të ecni të ardhmen. Vetëm pa kujdes do bëni ku firmosni dhe çfarë vulosni juve të dhjetëdiqit të dytë, sepse mund t'i ofrohet një punë shumë e rëndësishme, por një punë me bela themun që duhet kujdes dhe jo sepse diçka lidhet me paranë dhe mund të bëjmë diçka shumë të mirë dhe mund të realizojmë. Kujdes. Dhjetëdiqi i tretë i shenjës së binjakëve, i bëjnë në dhjetëdiqe që juve të kuptoni pak a shumë a ku i përkisni dhe çfarë duhet të bëni. Dhjetëdiqi i tretë i shenjës së binjakëve duket se ky eklips sjell ndryshime në besimin dhe perceptimin. Ajo që keni konsideruar në të vërtetë ose të garantuar mund të rishikohet plotësisht. Është një periudhë e thellë e brendshme, ku mendja dhe shpirti bashkëpunojnë për të sjellë maturi dhe qartësi. Ju kuptoni më mirë vlerat tuaja dhe keni mundësinë të reformoni qëndrimet dhe ndikimet që kanë të bëjnë në lidhje me punën, kanë të bëjnë me karrierën dhe
të arrini të kuptoni ato që nuk ju shërbejnë më, që t'i hiqni nga mendimet dhe gjërat e tjera. Kjo periudhë nuk është e dukshme në sipërfaqe për të tjerët, por është e jashtëzakonshme për rritjen tuaj personale, profesionale në brendësinë tuaj. Dashuria ka vendin e vet. Mundësit, koha që keni pasur një problem me shqiptarët e 10 ditësh të parë. Keni pasur një problem me peshk dhe virgjëresh, sidomos ata që kanë pas detyrime në vend të kyçe, trokisni, sepse do gjeni zgjidhje. Është e drejta juaj. Dhe është momenti më i mirë i mundshëm për të bërë diçka të tillë, pse jo? T'ja arrisni atë qëllimi asaj gjëra që ju e keni dhe periudha kur ndodhin fenomene, sepse gjithçka shkon, besoj dëgjohem, gjithçka shkon dhe gjithçka rregullohet në këtë drejtim. Lidhja, bashkim familjar, dokumentacione, që keni gjitha në këtë rast kemi për ata që kërkojnë dokumenta, pasaporta, kartë identiteti, një dokument të rëndësishëm janë jashtë, lidhje me paran, me punën, gjete një punë të re, është mundësia më e mirë e mundshme për të arritur qëllimin tuaj dhe kjo është ajo çka ju bën të ndjeni jashtë masë mirë dhe të jeni shumë të kënaqur në atë çka doni të bëni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që vërtet zotëron, rregullon, stabilizon gjëra të mëdha. Këto janë të shenjës së gafores. Për sa i përket shenjës së gaforeve, duket se 10 ditë i parë i shenjës së gafores ka të bëjë shumë se me ky eklips i plot hënor prek thellë fushën e familjes, shtëpisë dhe ndjenjën e sigurisë personale. Mund të ndodhë një bisedë që keni pritur prej kohësh, ose mund të ndjeni nevojën për të riorganizuar hapësirën tuaj, qoftë për riparime, zhvendosje ose thjesht për të pastruar energjinë në shtëpi. Vërtetësisht kërkon praktik. Vendosni rregull, kujdesuni për detajet e përditshme dhe organizoni gjithçka në mënyrë logjike për të krijuar një ambient të sigurt dhe funksional. Ky është një moment për të kuptuar se qetësia dhe siguria nuk varet vetëm nga të tjerët, por edhe nga aftësia juaj për të rregulluar dhe menaxhuar jetën tuaj. Një nga punët më të mëdha që mund të merrni diçka në çështjet që lidhen direkt me punën tuaj, lidhen direkt me vendimet që merrni dhe koha është në favorin tuaj. 10 ditë i dytë i shenjës së gafores. Duke se ndikimi i eklipsit është më i brendshëm dhe emocional, mund të dalin në sipërfaqe ndjenja të fshehura, nevoja të paplotësuara ose ndjenje fort lodhjeje nga përpjekjet e vazhdueshme për të ndihmuar të tjerët. Erdhi koha që të nisni ju diçka të re. Hëna në virgjëresh nxjerr detaje që deri tani mund të kishit anashkaluar, mund të kuptoni se keni dhënë shumë, ndoshta më shumë se sa duhet, duke lënë pas nevojat tuaja. Ky eklips ju fton të ripërcaktoni kuptimin e forcës dhe mbështetjes. Fuqia e vërtet nuk është lufta pa pushim, por aftësia për të kujdesur për veten tuaj para se të jeni në gjendje të mbështesit të tjerët pa u shtruar. Kjo është një periudhë vetdije, e thellë rishikimi i marrëdhënieve që ju ndikojnë emocionalisht. Është koha dhe momenti fantastik i lidhjes dhe i ndryshimit. Për sa i përket 10 ditësh të tretë, për juve gafora dashura, 10 ditësh të tretë do të thotë zhvillim dhe ndryshim, i dukshëm në fushën profesionale dhe detyrat në përditshmëri, sepse mund të përfundoni një projekt të rëndësishëm ose të ndryshoni strukturat e punës duke sjellë përgjegjësi të reja ose një riorganizim. Ky eklips vepron si një filtr. Çdo gjë që nuk ka bazë të fortë ose nuk funksionon, do të bëhet qartë. Kjo periudhë kërkon strategji dhe veprim të organizuar. Çfarë përmirësohen, tani do të jetë i qëndrueshëm afatgjat. Ndërsa çdo gjë e paqëndrueshme ose e parregullt duhet të rishikohet ose të zëvendësohet. Është gjithashtu një moment ku siguria personale lidhet me organizimin profesional, me qasje të saktë që mund të krijoni themele të forta për të ardhmen, jo vetëm në shtëpi, por edhe në karrierë. Ndryshimi që do ketë në këtë eklips, dhe unë kam thënë të madhe për televizionet të ndryshme, por edhe aty ku unë bashkëpunoj, eklipset janë një shans shumë i madh kur vjen, sepse të jep kohë për 6 muaj, të
të jep kohë që ti të përgatitesh, të jesh i gatshëm, të kesh zgjidhje në lidhje me fushën e familjes, dashurisë, lidhjeve të reja, kohën që juve nuk keni një njohje të akrividhje serioze, siç janë me bricap, siç janë me peshore, siç janë me dash, që kanë ndikim shumë të mirë, kanë dhe me binjak të 10 të dytë, ka diçka shumë të rëndësishme. Gjithashtu, koha tregon në lidhje me punën, lidhje me stabilizim me paran, është koha juaj edhe momenti më fantastik i që ndonjëherë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që rrezaton, rregullon, forcon apo përforcon gjërat në një shenjë zjarri, në një shenjë favorite dhe shumë të rëndësishme, që do thot shenja e luanëve. Luanë të dashur, duket se 10 ditë që i parë i shenjës së luanit do thot që është një eklips i plot hënor që prek fushën e komunikimit, ideve, marrëdhënieve të përditshme me të tjerët. Kjo është një periudhë ku mund të ndjeni nevojën për të shprehur mendimet dhe ndjenjat tuaja më të qarta se kurrë. Mund të lindin biseda të rëndësishme që keni shtyrë prej kohës, ose mund të kuptoni se disa lidhje ditore nuk ju përfaqësojnë më në mënyrën që duhet. Për sa i përket në ndikimin e madh, sepse ndodh në shenjën e Virgjëreshës, sepse Virgjëresha kërkon qartësi në detaje, nuk ka vend për keq kuptime apo komunikime të paqarta. Ju mund të shihni me sy të kthjellët se cilat lidhje profesionale shoqërohen ose familje që kanë bën që të funksionojnë dhe cilat po ju pengojnë në rrugtimin e tjerë të çështjeve të familjes suaj. Ky është momenti për të organizuar mënyrën se si të shprehni mendimet dhe ndjenjat për vendosur kufi dhe për të qenë më strategjik në dialogun tuaj me të tjerët. Sepse të tjerët kërkojnë që t'ju shfrytëzojnë ashtu siç duan ata, por koha ka mbaruar. Një plan personal, profesional në këtë periudhë mund t'ju sfidojë emocionalisht, që mund të kuptoni se sa disa pritshmëri ose disa gjëra që keni pasur më përpara nuk kanë qenë reale. Por eklipsi ju fton të pranoni realitetin, të vendosni prioritete dhe të rriteni në mënyrë të qëndrueshme. Është një moment ku fuqia e shprehjes dhe aftësia për të komunikuar qartë mund të ndryshojë rrjedhën e marrëdhënieve tuaja të përditshme. Është koha, është mundësia, është çështje e rëndësishme që juve keni dhe periudha kur ndodhin fenomenet. Një nga mundësitë që juve keni, një nga koha e duhur që do shikoni që do ndryshojnë shumë gjëra në fushën e dashurisë. 10 ditë i dytë i shenjës së luanit, duket se ndikimi i eklipsit është ndikimi lidhet me financat, sigurinë materiale dhe burimet personale. Mund të ndodhë një riorganizim i të ardhurave tuaja, një vlerësim i aseteve ose një përballje me shpenzime që keni shtyr për një kohë të gjatë. Virgjëresha ju fton të shikoni çdo detaje me qartësi, ku po shpenzoni energjitë dhe burimet tuaja, ku po investoni kohë dhe pasuri dhe ku nuk po merrni atë që meritoni. Ky është momenti për të vendosur prioritete dhe për të riorganizuar financat ose burimet tuaja personale. Një kënd dhe një aspekt tjetër është ndikimi në lidhje me çështjen personale dhe kreativitetin. Mund të kuptoni se disa projekte, investime, mund t'ju japin kënaqësinë që prisni. Ky eklips ju ndihmon të zgjidhni ku ja vlen të shpenzoni energji dhe ku duhet të lëshoni diçka që nuk ju shërben më. Është një periudhë që kërkon maturi, mençuri dhe qartësi strategjike. Koha ka treguar që juve jeni të duruar dhe kjo ju bën shumë të fuqishëm, ju bën shumë pozitiv atë që juve jeni dhe keni, dhe kjo është periudha më mirë e mundshme. Ajo që do të shikoni në anën tuaj dhe në periudhën që juve keni, do të thotë një mundësi shumë e artë, një kohë e përshtatshme, dhe koha ka treguar që juve dini shumë mirë, sepse 10 ditë që i tret, duket se prek fushat e brendshme të besimit, të vizionit për të ardhmen. Mund të lindin pyetje të thella mbi qëllimet, ëndrat dhe rrugën që po ndiqni. Kjo periudhë kërkon reflektim të thellë dhe vëmendje ndaj intuitës suaj. Është një kohë ku mund të kuptoni
dhe disa qëndrime, bindje ose pritshmëri që keni pasur nuk janë më të dobishme. Ju jeni të ftuar të riformoni dhe të shikoni në qëllimet dhe të përcaktoni prioritetet dhe të planifikoni strategjinë hapat tuaja më të ardhmen. Kjo dekat kërkon durim dhe fokus sepse ndryshimet nuk janë të menjëhershme, por ndikimi i tyre afatgjat do të jetë i madh. Çfarëdo vendimi që merrni tani do të formsojnë rrugën tuaj për muaj dhe vite të ardhshme, duke sjellë stabilitet, siguri dhe zhvillime të qëndrueshme në të gjithë fushat e jetës. Ku është një mundësi, është një kohë, është një ndikim mjaft i mirë dhe tepër stabilizues në kohën tuaj, në vendimet tuaja dhe në gjërat që do të keni, sepse ka diçka shumë të madhe në këtë aspekt. Lidhjet që pa kompromis, lidhjet që shkojnë në martesë, lidhjet që janë stabilizuese, janë në marrje vendimesh, që ka të bëjnë luan peshk, luan virgjëresh, luan britsjap, që ka diçka shumë të madhe, por më idealja shkojnë në martesë është me ujor të 10 diçit parë. Do shkojmë tek shenja e ditës, tek shenja e rrugës së drejtë dhe të pastërtisë, që do të thotë shenja e virgjëreshës. Për juve virgjëresha dashura duket se 10 ditë i parë, ky eklips i plot hënor prek fuqishëm fushën e brendshme dhe atë personale. Kjo është një periudhë e reflektimit të thellë mbi rutinën tuaj të përditshme, shëndetin, energjinë dhe mënyrën se si menaxhoni kohën tuaj. Mund të ndjeni nevojën për të riorganizuar jetën tuaj me një mënyrë për të strukturuar dhe për të pasur gjëra të qëndrueshme. Virgjëresha kërkon qartësi dhe sistematik. Ju do të kuptoni se cilat zakone funksionojnë dhe cilat ju shterojnë. Mund të shihni qartë se ndoshta keni punuar shumë pa pushim, duke lënë pas dore njerëzit ju kanë ndihmuar dikur, duke lënë pas dore familjen tuaj, fëmijët apo diçka që jeni marrë më shumë me punët e të tjerëve dhe keni lënë veten tuaj pas dore. Ky eklips ju fton të krijoni një plan të qartë dhe praktik, të vendosni rutinën, atë çka keni, lidhje me shëndetin, lidhje me gjërat e juaja, që të mos bëni më tepër se ç'duhet me të tretët, të organizoni kohën dhe prioritetet, dhe të kujdeseni për energjinë tuaj që të jeni më efektiv në atë çka doni të bëni. Është një moment për të ndaluar dhe për të reflektuar mbi çdo mënyrë që vijnë apo ndikimin e aftësive tuaja dhe burimet financiare. Çdo vendim i marrë tani mund të ketë ndikim të gjatë në fushën e punës, performancën tuaj, stabilitetin tuaj, në emocione, që kjo është një periudhë ku disiplina dhe organizimi bëhen aleat më të fuqishëm për suksesin dhe qetësinë tuaj. Është qartësia, është mundësia, është vendimi që merret në kohën e duhur. 10 ditë i dytë i shenjës së virgjëreshës, duket se ky eklips prek marrëdhëniet sociale dhe mënyrën se si i lidhni me botën përreth. Mund të ndjeni nevojën për të rishikuar miqësitë, bashkëpunimet dhe marrëdhëniet profesionale. Disa lidhje që mund të jenë të dobishme dhe të qëndrueshme, ndërsa të tjera që mund të dalin të panevojshme dhe mos u sjellin zhvillime. Prandaj duhet parë në detaje. Ky është momenti për të zgjedhur me kujdes me kë doni të bashkëpunoni dhe me kë nuk ja vlen të humbni energji. Virgjëresha kërkon realizëm, që duhet të shihni qartësisht se cilët njerëz ju mbështesin dhe cilët ndikojnë negativisht në rritjen e punës suaj dhe të jetës suaj. Është një periudhë për pastrim social dhe për të krijuar marrëdhënie më të qarta dhe më të shëndetshme dhe më të dobishme. Përveç kësaj, mund të ndjeni nevojën e thellë për harmonizim të energjive tuaja personale me kërkesat të jashtme. Kjo është një kohë ku ju mëson të vendosni kufit dhe të menaxhoni marrëdhëniet në mënyrë më të matur dhe më të pjekur, sepse është koha, është mundësia dhe periudha ideale. 10 ditë i tretë. Për virgjëreshat, 10 ditë i tretë, ndikimi i eklipsit është më i dukshëm në punën tuaj dhe në jetën profesionale. Mund të lindin ndryshime në lidhje me punën, lidhje me disa vendime shumë të rëndësishme që mund keni, ose riorganizoni mënyrën se si kryeni përgjegjësitë e përditshme. Ky është një moment ku aftësia për të planifikuar dhe për të vepruar me metodë që bëhet vendimtare. Çfarëdo që është e dobët ose jo,
në struktura do të dalin në sipërfaqe dhe do të kërkojnë korrigjim. Çfarë funksionon mirë dhe konsolidohet dhe do të ketë ndikimi afatgjat. Është një periudhë ku realizimi, disiplina dhe organizimi që bëhet me mjetet tuaja më të forta të mendjes dhe të suksesit. Ju mund të krijoni baza solide për të ardhmen duke ndërtuar një punë shumë të rëndësishme dhe çështje profesionale. Ky eklips ju fton të shihni qartë çfarë duhet të përmirësoni dhe çfarë duhet të pranoni, duke arritur kështu aftësitë tuaja për të menaxhuar jetën tuaj në mënyrë të qëndrueshme dhe të suksesshme. Dashuria e munguar për juve të kësaj shenje duket se virgjëresh shpesh ku ndodh edhe fenomeni, pra ky eklips që do të japi një hovë shumë të rëndësishëm. Nëse keni pasur debate me peshkun, e rregulloni. Nëse keni pasur njohje, mund ta keni lidhje serioze ose jeni shkëputur, bashkoheni e shumë gjëra të tjera. Por gjithashtu, virgjëresha binjak, virgjëresha bricap, virgjëresha akrep është koha më e mirë e mundshme dhe shumë pozitive mbi zhvillimet dhe ndryshimet që do të vinë, sepse ekonomia është plani i parë i gjërave të mëdha që do të keni dhe jo vetëm. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë mjaft ndikuese dhe realizuese, që do të thotë shenja e peshoreve. Për sa përket peshoreve, me këto peshore të ditësit parë, ky eklips i plot hënor prek fuqishëm marrëdhëniet intime, partneritetet, lidhjet emocionale. Kjo është një periudhë ku mund të ndjeni nevojën për të rishikuar marrëdhënien tuaj më të afërt dhe për të kuptuar se kush dhe çfarë ju mbështet në të vërtetë. Mund të lini një diskutim i rëndësishëm, një situatë që kërkon qartësi, ose një vendim i domosdoshëm për të përforcuar ose përfunduar një lidhje. Prandaj flitet për fjalët intime, prandaj flitet për lidhje që keni ose diçka, rishikojeni. Ndikimi i virgjëreshës, sepse ndodh në virgjëresh, kërkon qartësi dhe realizëm, nuk ka vend për iluzione ose prishmëri të tepruara. Në lidhje me që duhet të ndikoheni dhe në lidhje me punën ose me karrierën dhe ndryshimin e madh që ka të bëjnë në anën në çështjet madhore dhe pozicionimi i planeteve që ka të bëjnë në kohën e duhur, në çështjet që lidhen me karrierë, ka lidhen dhe me disa ndryshime dhe kohën e duhur për gjëra të mëdha për anën ekonomike, për periudhën që ndodhin dhe gjëra që do të ndikojnë dhe pozicionimi i planeteve, sepse dhjetëdiçi i parë është mjaft i fokusuar në anën tuaj dhe në lidhje me një nga ndikimet më fantastike që kanë të bëjnë dhe me gjëra më të ndryshme në lidhje me atë që juve kërkoni. Kjo nuk do të thotë se ka probleme, nuk do të thotë se lidhet me diçka që nuk shkon ose keni pasur probleme, keni pasur nxitime në fushat e ndryshme që keni, por gjithsesi është një kohë mjaft e mirë përcaktuese për juve të 10 ditë të parë, sepse ka të bëjnë shumë dhe madje është ndryshimi që do të keni tani tuti, sepse 10 ditë i parë ka shumë gjëra të kësaj fushe. 10 ditë i dytë i shenjës së peshoreve ndodh që për peshorët e 10 ditë i dytë ky eklips prek fushën e karrierës, reputacionin dhe planet afatgjat. Kjo është një periudhë ku mund të vlerësoheni, të njiheni ose të përballeni me sfida profesionale që kërkojnë maturi dhe qartësi. Çfarëdo që të keni ndërtuar deri tani do të testohet. Nëse bazat janë të forta, do të shpërbleheni për punën dhe për pjekjet tuaja. Nëse ka dobësi ose lënje pasdore, do të duket e qartë se çfarë duhet të përmirësoni. Virgjëresha ju fton të jeni realist dhe metodik. Çdo hap strategjik tani do të ketë efekte të qëndrueshëm në të ardhmen tuaj. Përveç aspektit profesional, kjo periudhë ju ndihmon të kuptoni se si të bashkëpunoni më mirë me të tjerët, duke krijuar marrëdhënie më funksionale dhe më harmonike në punë dhe në jetën sociale. Ka ndikime dhe ndryshime, ka mundësi dhe rëndësi
në fusha të ndryshme të jetës, sepse është dhe koha mjaft fantastike për sa i përket këtij 10 diçi dhe mundësitë që do të keni në vazhdimsi. Për sa i përket 10 diçit të tretë të shenjës së peshores. Për peshore duket se 10 diçi i tretë, ku eklipsi prek fushën e brendshme të vetë vlerësimit, sigurisë personale dhe burimeve materiale, mund të lindin reflektime të thella mbi atë që ju sjell stabilitet dhe mbi mënyrën se si menaxhoni energjinë dhe burimet tuaja. Është një periudhë ku mund të riorganizoni mënyrën se si përdorni kohën, pasuritë dhe aftësitë tuaja. Çfarë nuk është funksionale do të dalë në sipërfaqe dhe kërkon përmirësim. Çfarë funksionon mirë do të forcohet dhe do të sjellë rezultate afatgjatë. Ky eklips ju fton të bëni zgjedhjen e duhur, të qëndrueshme dhe të mençur. Duke rritur stabilitetin tuaj profesional dhe financiar, është një moment për të vendosur prioritete dhe për të krijuar baza solide për të ardhmen, duke ju dhënë mundësinë të ecni me siguri dhe qartësi në çdo fushë të jetës suaj. Sepse kjo kohë është mjaft e mirë dhe tepër ideale mbi vazhdimsinë, mbi korrektësinë tuaj dhe punën që ju keni në anën tuaj më të mirë të mundshme. Lidhjet afatgjatë miqtë e mi të kësaj shenje ka të bëjnë shumë me peshore dash, peshore gafore, peshore ujor. Për ju keni në diaspor, lidhje me dokumentat, lidhje me mundësitë e reja që keni dhe koha e duhur për rregullime, stabilizime dhe mundësi të arta që vinë. Në anën tjetër, lidhje personat që nuk kanë një njohje ose një lidhje serioze, duke se e nisin tani e tutje. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë me shumë rëndësi dhe kohën e duhur që do të thotë shenja e mundësive dhe e kuptimit të jetës, që janë akrepët. 10 ditë i parë i shenjës akrepit duket se ky eklips i plot hënor prek fushën e financave dhe çështjet profesionale, personale, lidhjet, udhëtimet dhe disa çështje ligjore, sepse ka të bëjë dhe shumë në të ardhurave dhe burimeve materiale. Kjo është një periudhë ku mund të lind qartësi mbi atë që vërtet ju sjell siguri dhe mbi atë që konsumoni energji. Mund të ndodhin diskutime ose vendime që lidhen me buxhetin, investimet ose mënyrën se si i ndani pasuritë. Lidhet shumë me personat të familjes suaj, ose keni një pronë, ose keni diçka, do mundoni t'i zgjidhni. Virgjësha kërkon realizëm dhe organizëm. Organizimi që ka të bëjnë, mundësia që ka në vetvete, ju duhet të analizoni me kujdes se ku po shpenzoni energji dhe burime, ku investoni dhe ku merrni kthim të dobishëm. Ky është një moment për të rishikuar. Ky është momenti që mjaft pozitiv për të angazhuar në financa dhe për të eliminuar gjithçka që nuk ju shërben më dhe për të forcuar ato që keni baza të forta. Në planin personal, ky eklips sjell një kuptim të thellë të vlerës tuaj dhe të asaj që ju meritoni. Është koha për të vendosur kufit, qartësitë, përmirësime, menaxhimi i burimeve tuaja, duke sjellë stabilitet dhe siguri afatgjatë. Gjithmonë e keni pasur dhe e keni, por kujdes në dashuri, në lidhjet e shkurtra, sepse mund të keni shumë probleme dhe shumë skandale që do shpërthejnë në çështjet intime, diçka që do dalë mbi sipërfaqe dhe nuk është në të mirën tuaj. 10 ditë i dytë i shenjës së akrepëve. Duket se ndikimi i eklipsit, që është më i thellë në marrëdhëniet e jetës, në bashkëpunime në lidhje të afërta, që mund të lindin situata që kërkojnë qartësi dhe vendime të guximshme. Ju mund të kuptoni se disa lidhje janë të shëndetshme dhe i mbështesni apo ju mbështesin, ndërsa të tjera që nuk sjellin zhvillime ose harmoni mund të largoheni. Kjo periudhë ju ndihmon që të shihni qartë marrëdhëniet tuaja emocionale dhe të vendosni prioritete. Nuk është koha për të mbajtur marrëdhënie të paqarta ose të njëanshme. Forca juaj qëndron në aftësitë për të kuptuar se çfarë ju shërben dhe çfarë jo, duke krijuar hapësirë për marrëdhëniet më të qëndrueshme dhe më të balancuara. Është një moment pastrimi emocional dhe rritje të brendshme, ku intuita juaj luan një rol kryesor. Çfarëdo që vendosni tani
në marrëdhënien tuaj afatgjat do të ndikojnë në stabilitetin dhe në harmoninë tuaj emocionale për muajt dhe vitet ardhshme. Ka të bëjnë shumë, bini pas dhe një çështje ligjore mund të rregullohet. Por nëse keni diçka që duhet ta mbroni me çdo kusht, trokisni, se do dalin gjëra me sipërfaqe, pastaj është shumë vonë për ta kapur diçka që mundeni tani. Kjo varet në individ pastaj edhe kur ka ndodhur fenomeni. Dhjetëdiqi i tretë i shenjës së akrepëve. Për akrepët e dhjetëdiqit të tretë, eklipsi sjell qartësi mbi karrierën, reputacionin dhe rrugën e jetës. Në plan afatgjat, mund të lindin natyrshëm ndryshime përballë se riorganizime që kërkojnë fokus dhe vëmendje strategjike. Çfarëdo që nuk ka baza të forta tani do të duket qartë dhe do të kërkojë korrigjim. Ky është momenti për të vendosur qëllime realiste dhe për të planifikuar hapat e ardhshëm në mënyrë të organizuar. Çfarë funksionon mirë do të forcohet dhe çfarë sjell stabilitet afatgjat do të rregullohet, ndërsa çështjet e tjera rishikohen dhe më pas hiqen nga memoria juaj, mbyllet një herë e mirë çështjet që keni pasur më përpara dhe problematikat që keni pasur në anën tjetër. Është një periudhë që kërkon mençuri, durim dhe vendosmëri. Çfarëdo vendimi që merrni tani do të ndikojë thellë në rrugën tuaj personale profesionale, duke ju ndihmuar të ndërtoni një bazë më të fortë dhe për të ardhme dhe të rritni stabilitetin në çdo fushë të jetës suaj, sepse koha, momenti, mundësia ju ofron diçka të tillë. Kështu që është momenti dhe koha për të arritur qëllimin tuaj. Lidhjet afatgjat që kanë bënë duke nga ky eklips është që nga akrep dem, akrep luan, akrep ujor është diçka shumë pozitive dhe shumë ideale në ato që juve kërkoni dhe doni të rregulloni, të stabilizoni dhe mundësi të arta. Por duke filluar nga data 3 mars deri në 6 muaj që do vinë, ka të bëjnë shumë me mundësinë, me kohën, me vendimet, me ndryshimet e mëdha që vinë, por mos themi edhe më tej se 6 muaj, sepse ka indikim shumë mirë në lidhje me profesionin, lidhje me ndryshimin, por marsi shtatori, kjo është harku kohor që ndodhin fenomenet, por do të kalojë çik përtej, që do të thotë një rifillim të ri në anën tuaj dhe në kohën e duhur. Prandaj themi që kërkohet vëmendje në atë çka juve prisni ose doni të rregulloni. Një bashkim familjar është me virgjëresh, është diçka shumë pozitive, një pasuri e paluajtshme ose problematika që keni pasur me njerëzit e juaj të afërt është me peshk dhe me binjak. Shkojmë tek shenja e radhës, shkojmë tek një shenjë e zjarrt, tek një shenjë që jep mundësi pa kufi, që ka dashuri dhe mundësi të artë në jetën, në përditshmëri dhe në vazhdimsi, që do të thotë shigjetari. Për shigjetarët e dhjetëdiqit të parë, ky eklips i plot hënor prek fushën e lidhjeve personale, partneriteteve, bashkëpunimeve. Kjo është një periudhë ku mund të lindin situata që kërkojnë qartësi dhe vendime të guximshme. Mund të shfaqen diskutime, rishikime marrëdhënies ose nevoja për të vendosur kufit më të qartë në jetën tuaj profesionale. Virgjëresha kërkon realizëm dhe organizim. Ju do të kuptoni se cila marrëdhënie ju mbështesin dhe ju rrisin dhe cilat thjesht konsumojnë energjinë tuaj. Ky është momenti për të vepruar më qartë dhe për të vendosur prioritete të rëndësishme. Nuk ka vend për marrëdhënie të paqarta apo të njëanshme. Çfarëdo që të vendosni, tani tutje do të keni ndikimin afatgjat të harmonisë dhe stabilitetit tuaj emocional dhe të atë profesional. Një plan personal që do të filloni tani, do të keni mundësinë që të jetë një lidhje, një njohje pune në lidhje në bazë të shëndetshme, në baza financiare të rëndësishme. Është koha për rishikime dhe kjo që juve meritoni energjinë tuaj dhe për të krijuar marrëdhënie më të shëndetshme dhe të qëndrueshme. Ndikimi i dhjetëdiqit të dytë, për sa i përket shigjetarëve, duket se eklipsi prek fushën financave, personale dhe burimeve materiale. Mund të lindin situata që kërkojnë vlerësime të qarta në menaxhim më të kujdesshëm të pasurive, të ardhurave dhe shpenzimeve. Virgjëresha kërkon të shikoni çdo detaj me kujdes. Ku po investoni kohën, energjinë dhe burimet tuaja dhe ku po merrni kthim të dobishëm. Ky është momenti për të vendosur prioritetet dhe për të ripërcaktuar strategjinë tuaj financiare. Çfarë nuk funksionon
duhet të ndryshojë, ndërsa çdo investim i qëndrueshëm do të konsolidohet dhe kjo kur konsolidohen gjërat është tjetër gjë. Ky eklips ju ndihmon gjithashtu të kuptoni se stabiliteti dhe siguria nuk varet vetëm nga të ardhurat, por edhe nga mënyra se si menaxhoni energjinë dhe burimet tuaja personale, sepse është një moment, një kohë shumë e përshtatshme përcaktuese në gjërat që doni të bëni. Dhjetëdiqi i tretë, duket se për shigjetarët e dhjetëdiqit të tretë, ndikimi i eklipsit është më i dukshëm në zhvillimin personal, në planet afatgjat, që mund të lindin reflektime të thella mbi qëllimet, vizionin për të ardhmen dhe rrugët që doni të ndiqni. Është një kohë që ku mund të ripërcaktoni prioritetet dhe të krijoni strategji të qarta për të arritur qëllimin tuaj. Çfarëdo që nuk ka bazë të fortë do të duhet të rishikohet dhe të hiqet nga ajo çka doni juve dhe të mbyllet si cikël të filloni diçka të re. Çfarë funksionon mirë do të forcohet, çfarë sjell stabilitet dhe rezultate afatgjat do të vazhdoj. Ky eklips ju fton të mendoni me strategji dhe të vendosni hapat të matur për të ardhmen. Vendimet do t'i merrni tani, që mund të përforconi rrugën tuaj dhe për muajt në vitet ardhshme, duke dhënë mundësinë të ndërtoni një jetë më të qëndrueshme dhe të suksesshme në të gjitha fushat, sepse dhjetëdiqi i tretë i shigjetarit është mjaft pozitiv dhe qëllimet që kanë që mund të arrijnë qëllimet e tyre dhe të veprojnë dhe të ndikojnë në jetën në përditshmërinë e tyre. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me virgjëresht të dhjetëdiqit të parë, me dash të dhjetëdiqit të tretë që është perfektja, por një ndikim mjaft i madh është me binjak i dhjetëdiqit të parë, ku është koha, është mënyra dhe mundësia e artë që keni, një periudhë mjaft e mirë dhe dinjitoze që ka të bëjë në shigjetar virgjëresht që është dhjetëdiqi i tretë është perfektja, por edhe me dëm të dhjetëdiqit të parë ka diçka shumë të rëndësishme në vazhdimsi dhe shumë korrekt me jetën tuaj dhe me mundësinë që ju keni për të gjetur zgjidhje në punën tuaj, për zgjedhur zgjidhje në gjëra të mëdha që do të keni dhe mundësi të arta që juve do të arrini qëllimin tuaj. Të shkojmë tek një shenjë tjetër tani me këtë eklips, me këtë ndikim që ka të bëjnë, do të thotë shenja e britsjapëve. Për dashur, duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft ndikuese, sepse dhjetëdiqi i parë me këtë eklips sënor prek fushën e karrierës, prek ndryshimet, prek ndikimet të mëdha, një periudhë ku mund të lindin disa sfida, por dhe mundësi të qarta për të riorganizuar rrugën tuaj profesionale. Mund të shfaqen situata që kërkojnë vendime të guximshme, diskutime ose përballje me realitetin e asaj që po ndërtoni. Virgjëresha kërkon një disiplinë dhe analizë të hollësishme. Ju duhet të shihni qartë se cilat projekte ose marrëdhënie profesionale janë të qëndrueshme dhe cilat janë funksionale. Ky është një moment për të vendosur prioritete dhe për të rishikuar angazhimet, për të vendosur kufi dhe për të mbrojtur emocionet dhe çështjet profesionale. Në plan profesional apo personal, është një periudhë që fton të krijoni stabilitet të brendshëm dhe të jeni të sigurt për të ardhmen. Dhe kjo do thotë mundësi, kjo do thotë rëndësi dhe kohë në vazhdimsi. Prandaj duhet pasur kujdes. Dhjetëdiqi i dytë, që ka të bëjë shumë me disa çështje shumë të rëndësishme, sepse britsjapi të dhjetëdiqit të dytë ndikimi i eklipsit shtrihet edhe në fushën e marrëdhënieve personale, partneriteteve, që mund të lindin situata që kërkojnë qartësi dhe vendime të pjekura. Ju mund të kuptoni se cilat marrëdhënie ju mbështesin dhe ju rrisin dhe cilat thjesht ju pengojnë dhe konsumojnë në punën tuaj dhe përfitojnë nga juve, do ta shikoni me detaje. Ky është momenti për të vendosur gjëra të reja dhe për të pastruar gjërat e vjetra të hiqni dhe të vazhdoni diçka të re, sepse është koha e stabilizimit dhe është koha e rregullimit. Dhjetëdiqi i tretë, për britsjapit të dhjetëdiqit të tretë duket se ky eklips sjell qartësi mbi zhvillimin tuaj, mbi vlerësimin, mbi sigurinë, çështjet bankare, ndihmesa, çështje pune, vazhdimsi. Dhjetëdiqi i tretë është favorizimi dhe konkretizimi i gjërave. Është një kohë për të organizuar jetën në mënyrë strategjike, në mënyrë më të mirëtmundshme, qëndrueshmërinë, forcën dhe rezultati është mjaft pozitiv, sepse kjo kohë ka ndikimin më të madh të qenë ndonjëherë. Ky eklips
ka ndikimin më të mirë sepse ndërtoni bazat forta për të ardhmen tuaj në vitet që do vinë. Vendimet që merrni tani do të ndikojnë në stabilitetin dhe suksesin dhe harmoninë tuaj në muaj dhe në vitet e ardhshme. Ajo që juve keni të shenjës së bricapëve, lidhjet afatgjat janë me gafore, janë me peshore, janë me dashnë dhe diçka dytë, ka diçka shumë mirë. Keni pasur një ndarje me binjak, e rregulloni. Keni pasur një problem me akrepin, jeni në kohën më të mirë të mundshme për të marrë vendime të rëndësishme. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që vërtet ndikohet, vërtet realizon gjëra të mëdha. Që do të thotë shenja e ujorëve. Për ujorët të ditësit të parë, ky eklips i plot hënor prek fushën e marrëdhënieve, partneriteteve dhe lidhjet e ngushta emocionale. Kjo është një periudhë ku mund të shfaqen situata që kërkojnë qartësi dhe vendime të guximshme. Vendimet e guximshme që mund të lindin dhe diskutime të rëndësishme në marrëdhënie për sa i përket punës dhe karrierës. Virgjeshja kërkon realizëm dhe qartësi. Ju do të shihni me sy të kthjellët se cila marrëdhënie ju mbështesin dhe ju rrisin, dhe cilat thjesht konsumojnë energjinë tuaj. Ky është momenti për të vendosur prioritetet dhe për të vepruar në mënyrën më të matur dhe strategjike. Çfarëdo që juve keni, çfarëdo që juve arrini, ndikoni në mënyrën e punës suaj dhe të planeve që keni. Në planin personal, kjo periudhë ju fton të kuptoni shumë gjëra në jetën tuaj. Dhe ajo çka do të keni, krijoni marrëdhënie të shëndetshme, me respektin dhe besimin janë themeli. Është një kohë për të rishikuar përqëmëritë dhe për të pastruar energjinë tuaj, ku gjërat që keni pasur, problematika që keni pasur, nuk të shërbejnë më, prandaj hiqni një herë e mirë dhe zëvendësoni me pozitivitet dhe mundësi të reja që vijnë. Dhjetëdiçi i dytë. Për dhjetëdiçin e dytë, për ujorët, duke se ndikimi i eklipsit në fushën e financave, burimeve personale dhe mënyrës se si menaxhoni ato, mund të lindin disa gjëra shumë pozitive dhe mundësi të arta në anën tuaj. Virgjeshja kërkon ndikime dhe janë më sistematik dhe analizë të hollësishme. Ky është momenti për të vendosur prioritete dhe për të krijuar një plan të qëndrueshëm financiar ose personal. Çfarë nuk funksionon, nuk ecën ose nuk bëhet ajo që juve kërkoni, mund të hiqni vizë dhe të vdesni përpara. Ky eklips gjithashtu ndihmon të kuptoni rëndësinë e ekuilibrit mes asaj që jepni dhe asaj që merrni, duke ju dhënë mundësinë të ndërtoni stabilitet, afatgjat dhe mundësi strategjike në jetën tuaj. Dhjetëdiçi i tretë duket se ky eklips prek zhvillimin personal dhe nxjerrësimin dhe planet e së ardhmes. Kjo është një periudhë reflektimi të thellë mbi qëllimin tuaj dhe mbi rrugën që dëshironi të ndiqni. Mund të lindin ide, vizione të reja, për ato që kërkojnë riorganizim dhe planifikime të kujdesshme. Është koha për të vendosur prioritete dhe për të vepruar strategjikisht në mënyrë që të arrini stabilizimin tuaj afatgjat. Çfarëdo vendimi që merrni dhe kohën e duhur në të ardhmen do të ndihmojnë të ndërtoni një rrugë të qartë të qëndrueshme dhe në harmoni për çdo lloj pune dhe marrje vendimesh. Ky eklips ju fton të rishikoni mënyrën se si bashkëpunoni me të tjerët, si menaxhoni burimet tuaja dhe si ndihmoni veten dhe të tjerët që të rritni në mënyrë të ekuilibruar dhe të kënaqshme që juve keni mundësinë. Ajo që duket në dashuri, që lidhjet afatgjat ose bashkë familjare, se ka lidhje me të dyja gjërat, ka të bëjnë me ujor luan, ujor binjak, ujor virgjëresh, ujor peshore, ku është e koha mjaft e mirë dhe tepër pozitive për të zgjidhur çështjet nga më problematiket, për të zgjidhur gjëra të mëdha që juve keni pa zgjidhur akoma. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë shumë të rëndësishme, një shenjë që vërtet ka ndikime shumë të mëdha dhe tepër pozitive, ku përballja, mënyra se si juve i bëni gjërat nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim, ka një sukses të garantuar, ka një sukses transformimi që do të thotë moment, do të thotë ndryshim i madh që dielli që ndodhet në shenjën tuaj, por dhe hëna në virgjëresh, ku pikërisht ky eklips u jep kaq shumë mundësi, kaq shumë kohë në anën tuaj, që janë peshqit. Peshë dashur, ka ardhur mundësia dhe koha tani që juve të rishikoni gjërat një nga një, që juve të arrini në finish për arsye të punës suaj dhe të drejtës suaj. Sepse peshqit të dhjetëdiçit parë
me eklipsin e plotë hënor që prek fushën e brendshme e emocioneve, intuitës, zhvillimit shpirtëror. Kjo është një periudhë ku mund të lindin ndjenja të thella dhe kuptimi më i qartë mbi atë që ju lëviz dhe ju frymëzon. Mund të ndodhin situata që kërkojnë përballje me emocione të pazgjidhura ose kuptimin e marrëdhënieve që kanë rëndësi të vërtetë. Virgjëresha kërkon realizëm, qartësi, edhe pse ndjenjat janë të forta, ju duhet të shihni qartazi për çështjet që funksionon, dhe ky është një moment për të vendosur kufi, ndryshime shumë të mëdha dhe momente afatgjatë. Një plan emocional shpirtëror, keni pas një ndarje, një problem, e zgjidhni pikërisht tani, sepse është një kohë shumë e rëndësishme. Keni lënë një punë, nuk e keni akoma startuar për arsyen tuaj ose për gjërat që keni. Është momenti juaj i më i mirë tani, sepse lidhjet në lidhje me bashkëpunimet që do të keni, do jeni mjaft të lumtur. 10 diçi i dytë, i shenjës së peshqve, duke se ka të bëjnë me ndikimin e eklipsit që shtrihet në marrëdhëniet, partneritetet dhe mund të lindin situata që kërkojnë vendime të qarta dhe guxim. Ju mund të kuptoni se disa marrëdhënie ju mbështesin dhe ju rrisin, ndërsa të tjerat ju pengojnë ose konsumojnë energjinë tuaj. Virgjëresha kërkon analizën dhe hollësinë, kërkon të drejtën dhe rishikimin, kurse në anën tjetër juve keni mundësinë e punës suaj, karrierës suaj dhe disa gjërave shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë tani e tutje. Gjithashtu ka të bëjnë sepse 10 diçi i dytë ka një mundësi të artë për sa i përket zhvillimit dhe ndryshimit të madh të ekonomisë dhe stabilizimit, kurse 10 diçi i tretë duket se tani për tani do kenë stabilizim dhe jo vetëm kaq, dhe suksesi është i garantuar. Është një periudhë për të vendosur prioritete dhe për të vepruar me strategji dhe qartësi. Ky eklips ju fton të lidheni me intuitën dhe vendosmërinë, hapa të matur për të ardhmen. Çfarëdo vendimesh që merrni tani do të ndikojë në stabilizimin dhe harmoninë dhe të zhvillimit që do të keni në anën shpirtërore, çështje personale, profesionale, dhe është një moment për të ndërtuar baza të shëndetshme në jetën tuaj dhe në kohën tuaj, sepse është pikërisht kjo periudhë, është pikërisht ky moment, është momenti më i mirë dhe më afatgjatë që ka qenë ndonjëherë dhe për arsye të punës. Dashuria duket se me peshk virgjëresh, peshk binjak, peshk bricap është ana më e mirë e musha dhe mund ta realizoni. Një vëmendje me akrep të 10 diçit të dytë. Kto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht këtij eklipsi kaq të rëndësishëm dhe të hollësishëm në gjërat, sepse ndan në fije të përit gjithçka. Por kujdes, sepse në këtë mars kemi surpriza shumë të mëdha. Sepse na dikton, nuk ndërhyn eklipsi dhe do të shpalosi forcën, të drejtën, dhe do kemi mundësi dhe do zbulojnë sekretet që janë të fshehura mirë e bukur për disa, por nuk janë, sepse dalin mbi sipërfaqe. Nëse keni probleme të tilla, trokisni për zgjidhur problemin tuaj. Para se të ndajmë bashkë, unë ju kujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për parashikimet detajuara, astrologu.al. Ja ku është kjo faqja këtu, e klikoni dhe jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti, jo vetëm përgjigjen, por flasim nëpërmjet WhatsAppit apo Viberit në kohën që ju keni blerë paketën dhe keni dërguar emailin tek adresën që shikoni dhe pastaj jeni gati për të folur bashkë. Për ju që doni që në kohën që jemi drejt për së drejt me juve, në pyetje përgjigje, kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe më pas dërgoni mesazhin dhe merrni drejt për së drejti përgjigjen nga pyetje përgjigje çdo të mërkurë në orën 20. Nga Unë Rëpulla, gjithë mirat.